Transparency International Maqedoni në kuadër të aktivitetit të saj mujor për ndjekjen e rasteve dhe veprimeve që lidhen me sjellje korruptive dhe luftën kundër korrupsionit, në shtator ka regjistruar disa ngjarje të dyshimta, ndërto veçohet raporti për donacionet e pranuara nga partitë politike gjatë fushatës zgjedhore, ku vetëm 1/3 e pjesëmarrësve kanë dorëzuar raport. Sipas Komisionit Shtetor për Parandalimin e Korrupsionit, vetëm 1/3 e pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore kanë dorëzuar raporte për donacionet, gjithsej 35% e pjesëmarrësve kanë dorëzuar raporte për donacionet e pranuara. Brenda afatit janë dorëzuar gjithsej 61 raporte, që përbëjnë rreth 35% e pjesëmarrësve në procesin zgjedhor. Ndër ngjarjet të dyshimta përmendet edhe fakti që për shkak të provave të reja, prokuroria ka zgjeruar hetimin për zjarrin në diskoklubin Puls në Koqan, gjykimi për të cilin është caktuar më 19 nëntor në sallën speciale të gjykatës në burgun e Derizovës. Sa i përket sundimit të ligjit, Transparency thekson se vendi është në proces stagnimi dhe ndodhet në vendin e 64 bashkë me Ganën, Argjentinën, Kazakistanin dhe Mongolinë. Nga ana tjetër, në kategorinë e ngjarjeve të pastra, organizata ka përfshirë hetimin për abuzime dhe keqtrajtimin në institucione private për kujdesin e të mëshuarve, hetimin e ri për keqpërdorimin në Rek Manastir, masat e paraburgimit për 6 persona dhe masa kujdesi për 15 të ndaluar në rastin e spitalit të Prilepit, si dhe kallëzimin penal kundër ish-drejtorit në ndërmarrjen publike e pyet kombëtari Manastir për shkak të dyshimit për veprën penale mos kryerje e detyrave zyrtare me kujdes.